Ja çfarë shkakton skuqjen e syrit, si të veproni në raste të tilla. Sytë e kuq janë një problem i zakonshëm dhe mund të shfaqen në njërin ose të dy syt. Skuqja shkaktohet pas gjimit të enëve të gjakut në sipërfaqen e syrit për shkak të disa inflamacioneve. Inflamacioni më së shpeshti shfaq në membranën që mbulon të bardhat e syve dhe pjesët e brendshme të qepallave, të cilat njihen si konjuktiviti. Shkaqet mund të jenë të ndryshme si alergjit, infeksionet, objekte të huaja, glaukomat, humbja e dëgjimit e të tjera. Nëse skuqja vazhdon për disa ditë, duhet të shikoni një okulist. Gjithashtu, nëse vëreni humbje të shikimit, dhimbje të syve, dhimbje koke, të vjella të forta, ndjeshmëri ndaj dritës, pamundësi për të hapur ose mbajtur syt, ndjesi se diçka është brenda syrit ose mukus ose sekrecione qelpse, duhet të kërkoni menjëherë ndihmë mjekësore, pasi në këto raste gjendja juaj mund të jetë agravuar ndjeshëm dhe duhet të trajtohet nga specialisti.